Ekipi hetimor nga tereni kthehet për të përgatitur dosjen dhe dorëzuar provat në prokurori. Hajde. Kërë prokuror sipas edhe informacione që ju kena përmes telefonit, në rasti me mosat veçanta hetimore është realizu, është arrit që finalizohet gjatë natës mbrëmshme. Janë arrestu 2 persona dyshuar. Në ngjarjes në sekuestru një sasi substancave narkotike më shumë se 10 kg. Hetimet jemi të kompletu, jemi të vazhdu me kompletimin e dokumenteve dhe shkresat nevojshme, edhe jemi të vazhdu me hetimet sipas autorizimeve që do të na jepni jo në vazhdim. Gjatë bastisës a ka rezultuar diçka në objekt? Në objektet e ty në të banimit? Gjatë bastisës arrit që të sekuestrohen peshuar elektronike, një sasi substancës narkotike rreth 807 gram, edhe dëshmi tjera që arsyetojnë nenin 267 për shitjen e shpërndarjes së substancave narkotike. Mirë shumë, po e vlerësoj që kemi kryer një punë të mirë, na po e presim kallëzimin penal. Mirë që t'i zgjerojmë hetimet ndaj 2 personave të tjerë dhe parashtrojmë edhe kërkesën për mos paraburgimin ndaj 2 panderëve. Me provat në dorë, prokuroria e Prizrenit kërkon gjykatës që të caktojë paraburgimin prej 30 ditësh për të dyshuarit. Bashkë me arrestimet, prokuroria do sekuestrojë edhe makinat e të dyshuarve dhe disa prova të tjera. Prokuror, po flasim për rastin e fundit që një siti antidrogës bashkë me prokurorin ka ndodhur në Prizren, po u zgjeru pak ma gjatë për shkak se të dyshimtit vim pe Gjakove, u dasht edhe ta natën me qenë atje në bastisje të shtëpive tyne. A mundesh me na tregu çu ka rrjedh ky rast? Po fillimisht në bazë të informatave që i kemi marrë nga një siti antidrogë njësia në Prizren, ne në bazë të informatave që i kemi pas fillimisht dhe cilat faktikisht na kanë vërtetuar dyshimin e arsyeshëm, kemi marrë vendim për fillim të hetimeve dhe në bazë provave që kanë siguruar ne kemi krijuar dyshimin e bazuar dhe kemi lëshuar aplikimin e masave të veçanta hetimore për këtë rast. Ne kemi pas hetimet e hapura vetëm për një person, sepse informatat kanë qenë se ai person që vinte nga një qytet tjetër shpërndonte narkotik në qytetin e Prizrenit dhe në bazë të masave të veçanta hetimore kemi arritur që ta faktojmë që i njëjti ka ardhur dhe fillimisht e ka shit një sasi mbi 1 kilogram narkotik llojit marijuan dhe në bazë të aplikimit masave të veçanta ne i kemi siguruar gjitha këto prova, por e kemi parë që potenciali i atij personit është edhe më i madh dhe e kemi prit momentin kur ai mund të sjellë një sasi më të madhe. Dhe siç e keni parë në aksionin e fundit, ne e kemi prit momentin kur ai ka ardhur dhe ka sjell narkotikun dhe rezulton që është kap në flagrancë me dikun mbi 10 kg narkotik. Faktikisht pas kësaj kemi vazhduar me bastisjet nëpër shtëpitë sepse nuk ka ardhi vetëm, po me këtë rast kanë ardhur edhe 2 persona të tjerë, siç rëndom ndodh për shkak se zakonisht ata që bartin narkotikun nuk i bartin me një vetur, po janë të organizuar. Mirë, po kemi qenë të organizuar edhe ne nga ana tjetër sepse hetuesit policor kanë përvojë të mjaftueshme, ka qenë gjithçka nën kontroll dhe ne kemi bastisur, kemi kryer kontrollin urgjent nëpër shtëpitë e tyre që janë në një qytet jashtë qytetit të Prizrenit dhe pastaj faktikisht përmes urdhrit retroaktiv të kontrollit i kemi legjitimuar gjitha këto kontrolle, edhe kemi bërë sekuestrimin e sendeve sepse në rastin e parë ne kemi provat që narkotiku prej 1 kg është shit në vlerë prej 2400 eurove dhe tani siç e keni parë, domethënë kanë qenë duke bërë shkëmbimin narkotikut me tolla ku 10 kg për 10 kg faktikisht janë paguar 24000 euro. Në rastin konkret, ne kemi sekuestruar tolla, kemi sekuestruar narkotik, po ashtu kemi sekuestruar 2 vetura, prova tjera siç janë peshore digjitale dhe prova tjera të cilat faktikisht do të ndihmojnë si prova për të argumentuar këtë rast edhe para gjykatës. Për çfarë grupi bëhet fjala? Ka punuar si vetëm apo keni edhe informacione tjera që ka qenë i rrezikshëm, ka qenë i armatosur e të tjerë? Ajo që mund ta konfirmojnë këtë rast është që ne, siç e thash edhe në fillim, kemi filluar hetimet për një person, po kanë rezultuar në 3. Tani jemi ende në fazë të hetimeve. Mirë, po kemi siguruar edhe prova digjitale në bazë të cilave ne pretendojmë që në të ardhmen ta sigurojmë edhe pjesën tjetër të grupit në rast se ka pas bashkëpunëtorë të tyre që në bazë të hetimeve padyshim që do t'i gjejmë edhe do ta zgjerojmë grupin në rast se ka të tillë dhe padyshim që në secilin rast ne do të aplikojmë edhe mosat veçanta edhe do t'i aplikojmë të gjitha
veprimet hetimore të cilat janë garantuar me kodin e procedurës dhe kodin penal të Republikës së Kosovës. A keni bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj këtyre 2 që janë arrestuar? Po, patjetër, ne me të pranuar kallëzimin penal nga hetuesit e njësitit antidrogës në Prizren, kemi parashtruar kërkesën për caktim mosës paraburgimit ndaj 2 panterëve dhe tani më kemi siguruar edhe akt vendimin për caktimin e mosës së paraburgimit, ku gjykata i ka caktuar mosën e paraburgimit për 1 muajve 2 panterëve. Kryeprokuror, në aksionin e fundit të njësitit antidroga, mundesh me na tregu çka është sekuestruar në këtë aksion? Kështu, ne kemi sekuestruar të holla. Kemi sekuestruar narkotik në këtë rast, që është mbi 12 kg, mbi 12.5 kg në total nga fillimi. Kemi sekuestruar edhe një armë të shkurtër, pistolet, cilën e ka pasur njëri prej panterëve në vendin e ngjarjes. Mirë, po nuk e ka rrezikuar askënd. Me atë armë nuk ka shkrepur, por e ka pasur në dorë dhe kanë reaguar hetuesit, ku e kanë sekuestruar në vendin e ngjarjes, janë sekuestruar edhe të holla të tjera, para, cash në shtëpitë e të panterëve, të cilat padyshim që do t'i faktojmë që në bazë të hetimeve presim që të rezultojnë që janë dobi pasurore përfituar me vepër penale, dhe siç e thash edhe më herët, faktikisht janë siguruar edhe prova tjera personale dhe digjitale dhe prova tjera materiale në këtë rast. Ajo që vlen për të theksuar është fakti që Prizreni si region kufizohet në aspektin gjeografik edhe me kufirin me Shqipërinë. Dhe jo rrallë herë kufiri me Shqipërinë na sjell veprat ndryshme penale, dhe padyshim më të shpeshtat i ka narkotikët. Narkotikët janë duke i afektuar një numër të madh shoqërisë, në veçantë rinin, mirë po jo vetëm marijuana, ku në fundit është e shprehur shumë edhe kokaina, por ajo që është e rëndësishme është gatishmëria, si e prokurisë, ashtu edhe policisë, por edhe gjykatës që kryerësit e tillë të veprave penale t'i vënë para drejtësisë, sepse po goditet pjesa më vitale e shoqërisë që është rinia. Ju mbetet qytetarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e drejtësisë. Sa herë që kanë informacione, siç ndodh edhe rëndom, ne e mbrojmë edhe e ruajmë identitetin e tyre dhe mjafton që të raportojnë qoftë në polici, qoftë në prokuri drejt për drejt në mënyrë që kryerësit e tillë të mos i lejmë të shpeshtohen, ata që pretendojnë të rritën, të mos i lejmë të rritën dhe kështu që t'i arrestojmë personat dhe mos lejojmë që narkotikët të vazhdojnë që përndahen dhe të shiten vendin tonë. Sepse shihet që dihet botërisht që narkotikët kanë afektuar në masë të madhe gjithë globin, nuk është imun as shteti ynë, nuk është imun as regioni ynë, po në këtë drejtim ajo që duhet ta bëjmë ne që kemi marrë përgjegjësinë është t'i luftojmë këto vepra penale dhe kryerësit e tillë t'i vëmë para drejtësisë, gjë që është duke ndodhur çdo ditë, sepse kemi numër të madh të shitësve të narkotikëve që i kemi të arrestuar dhe që janë vujt i dënimit. Operacioni antidrogës përfundon me arrestimin e një personi të tretë disa ditë pas operacionit. Dosja tregon se prova të rëndësishme të sekuestruara do analizohen dhe do përdoren për procesin e gjykimit. Hetimet e prokurorisë do vazhdojnë edhe me tutje për të dokumentuar në secilën hap veprimet e të dyshuarve.